Besoj që i dëgjuat vendimet e qeverisë sot. Unë kam dalë për një arsye tjetër që nuk ka të bëjë me mbledhjen e qeverisë, por ka të bëjë me një zhvillim që unë e konsideroj shumë pozitiv, lidhur me procesin e verifikimit të transaksionit për blerjen e tokës në Zvërnec, që do thot me sqarimin e plot dhe përfundimtar të origjinës së fondeve të kaluara përmes bankës dhe me çlirimin përfundimtar të investitorëve që tani më janë dhe pronar. Ndërkohë që nga ana tjetër, unë e konsideroj po ashtu shumë pozitive që SPAK-u ka vendosur të mbaj të ngrira fondet pa i lënë të kalojnë tek shitësi, për të cilin ka një proces hetimor. Kjo në këndvështrimin tim është shumë pozitive edhe për çdo që pretendon pronë në atë territor, sepse tani më çështja e origjinës pronës është një çështje që do të mbulohet nga një hetim tërësisht i pavarur dhe profesional përmes SPAK-ut, dhe në të dyja rastet rezultati do të jetë një rezultat i padiskutueshëm nga pikpamja ligjore, ndërsa nga pikpamja e pretendimeve do t'i jap fund çdo spekulimi, çdo manipulimi, çdo pretendimi që nuk është i bazuar në ligj. Në rast se shitësi ka një origjinë legjitime të pronës, do marrë parat. Në rast se nuk e ka, natyrisht që parat do t'i mbeten Republikës së Shqipërisë dhe patjetër që ato do të përdoren për cilin do që do të provojë se pretendimin mbi pronën e ka të bazuar. Kështu që këtu merr fund çdo lloj shqetësimi i atyre që janë pretendent të sinqert të pronës, dhe çdo kush tjetër që shfaqet si pretendent me Shqipërinë e shqiptarëve në gojë dhe me kurdisjen e duarve të tjera nga mbrapa, mund të vazhdoj të shfaqet, por nuk është më problemi ynë. Nëse ka pyetje, jam në dispozicion, por kam një kohë të kufizuar sepse kam një tjetër komunikim që nuk mund ta lë me dikë jashtë vendit. Eksela Sheu, Euronews Albania. Zoti Rama, një ditë më parë ju i bët thirrje protestuesve që të uleshit për dialog dhe të bisedonit. Por ata vijuan të protestonin në ditën e tretë përpara zyrës tuaj dhe deklaruan se pa dorëheqje nuk ka dialog. A keni ju një kundërpërgjigje për ta të cilët kanë lajmëruar sërish sot në orën 18 një tjetër protest? Dorëheqjen e kujt? Tuaj. Aha. Kam një përgjigje. Ti referohen arkivit të gjatë të këtij filmit vjetër, se tani më këtu s'ka asgjë tre. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa prej tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj në çdo kohë, sepse ata nuk kanë dalë në protest për të zhvilluar një epizod të ri të një filmi shumë të vjetër. Kështu që ai film duhet ju tregoj të gjithëve që asgjë nuk më lëviz mua nga
instikami në thonjza ku më ka vendosur shqiptarët. Dhe kush flet në emër të shqiptarëve duhet të mos e harroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800.000 shqiptarëve. Dhe kam një kontratë me ta. Kush flet pastaj në emër të ndjenjave të vërteta për çfarë mund të ndodhi me mjedisin, për si mund të mbrohet apo si mund të rrezikohet mjedisi, është i mirë se ardhur të bisedoj me mua dhe me ne. Ata që vinë me librin e shtëpisë time poshtë dritares këtu tek selia e Partisë Socialiste dhe vinë vërdall në për rrugë, si ata çakejt e agimit të artë në Greqi që ulërinin në Greqi është e grekëve, ata janë subjekt vetëm për Zotin dhe Zoti i falë se ata nuk din çfarë bëjnë, s'janë fare subjekt për mua. Zoti Kryeministër Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar, ne patëm mundësi të njeheshim me qëndrimin tuaj pas protestës në selinë e Partisë Socialiste. Ju përmendët edhe tani agimin e artë. Sa të angazhuara kanë qenë institucionet ligjzbetuese shqiptare për të provuar nëse ka patur ndërhyrje nga shtetet huaja apo vende jo dashamirëse me Shqipërinë. Kush nuk ka kuptuar akoma këtë, nuk ka për ta kuptuar as me fjalën e agjencive ligjzbatuese, por ju e dini të paktën dihet botërisht sepse për këtë jemi të respektuar edhe brenda NATO-s, kemi një nga mbrojtjet më të forta kundër terrorit kibernetik, dhe që do thot kemi një pasqyrë shumë të plot se nga vinë e ku shkojnë, por natyrisht ky nuk është një territor i terrorit kibernetik, ky është një territor i luftës hibride që zhvillohet, për cilën kemi dëgjuar nga vende tjera dhe e cila ka ardhur edhe këtu në vendin tonë. Janë të panumërta burimet e botës demokratike që kanë nxjerrë raporte dhe studime se si forcat kundër Bashkimit Evropian, forcat kundër zhvillimit të vendeve që i duan nën sqetull apo që nuk i duan të forta, organizojnë dhe nxisin dhe orkestrojnë situata të kësaj natyre duke përdorur në radh të parë çështjet e ambientit. Sepse tek çështjet e ambientit ka sensibilitet shumë të madh dhe tek çështjet e ambientit ndodh pikërisht ajo gjëja që bashkohen vëllezërit e agimit të artë që orkestrohen nga ustallar si ata të agimit të artë në emër të Shqipërisë së shqiptarëve, me shqiptar vajza, djemë, të reja të rinj, me qasje atë dhe dashurie ndaj natyrës, të cilët ndjehen të lënduar. Dhe pikërisht këtë dinë këto forcat që bëjnë gjëra të tilla. Kjo është një luftë hibride, po nuk ka fare dyshim që kjo luftë do mbarojë dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Dhe mbi të gjitha që Shqipëria dhe shqiptarët do të marrin të ardhurat që u takojnë për të rritur ekonominë, për të rritur Shqipërinë në të gjitha aspektet, por natyrisht edhe në aspektin kryesor që është ekonomia, sepse ignoranca nuk është asnjëherë argument. Dhe unë duke qenë se i druhem shumë ignorancës time për shkak se më duhet flas për shumë fusha, për shkak detyrës, të cilat nuk kam se si t'i njoh vetvetiu dhe as nuk mund të shkoj mbas Berihajt, lexoj shumë, mësoj shumë, sepse mbaj përgjegjësi për ato që them. Dhe nga ana tjetër, duhet të përballemi me njerëz që thonë, po për çfarë na duhen ne rezortet luksoze, se ato nuk janë për ne.